Mirë se vini në këtë konferencë me gazetarët. Zoti Berisha do të fokusohet sërish tek programi sot i Shqipërisë Madhështore, fjala për kryetarin e Partisë Demokratike. Dy filozofi përballen në këtë fushat. Filozofia e lirisë ekonomike me filozofinë e kufizimit të kësaj lirie. Më shumë se në çdo fush tjetër, kjo shprehet në qëndrimin e barrës fiskale që rëndon mbi qytetarët dhe bizneset, bazuar në këto filozofi. Filozofia e lirisë ekonomike është e taksës shesht mbi tatim fitimin 10%. Filozofia e xhvatjes së bizneseve dhe qytetarëve dhe kufizimit të kësaj lirie, tatim fitimin e ka 15%. Tatimi mbi pagat për ne do të jetë 10%. Aktualisht është 23%. Të dashur qytetar, 3 muajt e parë të qeverisë së Partisë Demokratike, pagat e të gjithë rrogtarëve shqiptar, të cilat tatohen me fitimin mbi pagën, do të rriten 13%. Pra, rrogtar do të kenë një rrogë reale 13%, do të çojnë në shtëpinë e tyre 13%, më shumë se sot. Dhe kjo është një rritje e paparë në 12 vite. Tatimi mbi të ardhurat jo nga paga, nga 15% që është në sistemin e plaçkitjes dhe kufizimit të lirisë ekonomike, zbret në 10%. Biznesi i vogël pa të vëshër do të jetë gjerë në 180.000 euro xhiro vjetore. Pra, sot mbi 100.000 euro xhiro vjetore aplikohet të vëshëja. Ky tavan rritet në 180.000 euro. Biznesi i vogël pa tatim fitim do të jetë biznesi me xhiro vjetore gjerë në 180.000 euro, nga 140.000 euro që është sot. Taksa e transferimit të pronës nga 15% në sistemin e plaçkitjes do të zbres në 2% në sistemin e lirisë ekonomike. Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga 8% do të zbres në 2%. Në qoftë se e para është 8% të çmimit të referencës, taksa jonë do të jetë 2% të preventivit. Pra,
i bie një ullje shumë e madhe. Një ullje mbi 10, mbi 15 herë, çka do ketë ndikim direkt në çmimin e apartamenteve dhe sipërfaqen e ndërtimit. Taksa e strehimit social është 3%, shfuqizohet tërësisht. Taksat lokale do t'jenë maksimumi 1% e xhiros. Sot janë pa tavan, arrin në 8 dhe 10% të xhiros. Dhe sfundi, taksat tabu që e paguon çdo shqiptar në çdo kafshat që merr, në çdo gjë që blen, për gjithçka. Nga 20% zbret në 15%, dhe kjo është një rekord, do të thosha, bëhet taksa më e ulët në Europë dhe ndër më të ultat në botë. Me këtë ta quajmë revolucion fiskal, ne synojmë të krijojmë klimën më miqësore për biznesin, të krijojmë mundësi kursimesh dhe investimi për bizneset, të krijojmë mundësi për rritje rrogash dhe nxitje të prodhimit. Por vetvetishëm ky sistem fiskal rrit 13% rrogave të shqiptarëve, pavarësisht nga premtimi ynë për rrogën mesatare 1200 euro që kemi bërë. Mendoj se dallimi është si nata me ditën, ndaj dhe ftoj shqiptarë të bëjnë zgjedhjen e tyre. Është në interesin e tyre më të mirë të bizneseve që ata kanë, të rrogave të pensioneve të tyre. Faleminderit. Kalojmë te pyetjet. Zoti Berisha, ju jeni fokusuar te platforma juaj qeverise, ku në çdo dalje tuaj ndalen tek problemet e qytetarëve dhe zgjidhjen që u jep koalicioni Aleanca për Shqipëri Madhështore ndjes. Është ngritur në Partinë Demokratike një ekip se takon denoncimit të krimeve zgjedhore, pra një ekip që të denoncojë këto krime publikisht, apo edhe në platformën e SPAK-ut? Ka arritur të dëshmojë seriozitetin më maksimal dhe po vazhdon çdo orë, çdo ditë. Mund të them ju se kur ndonjëherë, në historinë e këtij vendi nuk janë mbajtur 2 hearing ndërkombëtar për zgjedhjet në Shqipëri, siç ndodhi javën e kaluar në Këshillin e Europës dhe Parlamentin Evropian. Çka do të thotë se syt nuk ka me sy të mbyllur, por janë
të hapur katërsipërisht dhe projektorët, jo vetëm tonë, por edhe të Europës dhe të miqve tanë kudo, janë të përqendruar në këtë proces zgjedhor. Delegacioni nga më të rëndësishme të OSBE-s viziturën Shqipërinë pikërisht për zgjedhjet. Ne kemi dorëzuar emër mbi emër të gjitha atyre që po kryejnë krime zgjedhore. Por ne garantojmë se krimi zgjedhor do të quhet krim i rënd, do të kualifikohet krim i rënd, dhe ky është zotim solemn elektoral. Dhe se organizatat kriminale që po angazhohen në krimin zgjedhor, do bëjmë gjithçka për t'i shpallur organizatat terroriste, jo vetëm Shqipëria, por dhe faktori ndërkombëtar. Presidenti Donald Trump e hapi derën kësaj procedure. Dhe ai me një urdhër të veçantë shpalli kartel të drogës organizata terroriste. Ne do i shpallim organizata terroriste dhe do lobojmë shumë në Europë dhe Shtetet Bashkuara që këto të konsiderohen të tilla nga mbar faktori ndërkombëtar. Ne bëjmë gjithçka që shqiptarët të votojnë të lirë dhe po bëjmë gjën e duhur. Zoti Berisha, kryeministri edhe sot tha që është në epërsi ndaj Partisë Demokratike. Sipas sondazheve që ka, do t'i fitojë zgjedhjet. Ju keni sondazhe? Sipas manipulimeve që ka, dhe ai beson gënjeshtrat dhe manipulimet e tyre. Sondazhet tona tregojnë se në zgjedhje të lira, fitimtar absolut është Partia Demokratike dhe me zgjedhje të lira Partia e Krimit kthehet në 92-shin. Zoti Berisha, një pyetje të fundit, ju lutem. Ju denonconi vështirësitë e biznesit, keni denoncuar largimin e fuqisë punëtore në takimet e fundit, ndërsa prezantoni zgjedhjet tuaja me anë të platformës qeverise. Po faktori kohë është në favor të platformës suaj qeverise, pra a është vonë për këtë zgjedhje që jepni ju? Duke parë situatën e emigrimit, biznesit dhe gjithë situatën në Shqipëri. Pyetje e drejtë. Në qoftë se kjo platformë do të ishte zbatuar vite më parë, Shqipëria sot do të ishte absolutisht një Shqipëri tjetër nga ajo viti 2013. Por kemi një fjalë, e keqja nuk ka fund. Me këtë fjalë duhet të them që ne duhet të ndalojmë me çdo kusht të keqe dhe të ndahemi me këtë të keqe. Së dyti, me ndarje nga kjo e keqe, ne kemi bindje absolute se do shënojmë i kthes rregjësore, ku e bazojmë në realitetin që kemi. Ne kemi një buxhet 8 miliardë euro. Ne do e zbresim buxhetin. Nuk shkojmë 8 miliardë euro, jo. Do e ulam bizneseve, do e ulam qytetarëve, do ulim taksat. Por me ato që mbetën, të supozojmë do mbeten 6 miliardë, 5 miliardë. Të parat, akti partë të kthejmë parat që kemi marrë qytetarëve. Parat qytetarëve u kthehen me paketën e dhimbshurisë, me rritjen e rrogave dhe pensioneve. Këtë bën çdo qeveri e përgjegjshme në botë.
çdo qeveri. Nuk është vonë kjo. Vonë është, por efekti është i menjëhershëm. Pra, a do ketë efekt të themi, po të menjëhershëm. Së dyti, biznesi. Ju e patë çfarë ulje të madhe që i bëjmë barsë fiskale, frymarrje më e madhe, çmime më të arsyeshme, mundësi investimi më shumë, mundësi punësimi më shumë, mundësi për të paguar punëtorët më mirë. Pra janë të gjitha këto masa konkrete që bëjnë plotësisht të besueshme kthesen. Unë nuk mund të them se Shqipëria demografikisht do të shërohet për 4 vite. Por për 4 vite ne duhet të bëjmë gjithçka që numri i qytetarëve në Shqipëri të fillojë të rritet. Se ne kemi rënë sot jemi në treguesit demografik të vitit 1960. 1960 me sot i bie 65 vite humbje, kthim prapa. Nuk kompensohet për 4 vite. Duhet një politikë shumë e fortë, demografike që të arrijmë kompensimin. Kosto e sjell për buxhetin ulja e taksave në një kohë që nga kampi tjetër deklarohet se kjo ulje është e parealizueshme. Këtu ne jemi në një fushë jo të panjohur, po të njohur fare. Në vitin 2005 ne erdhëm në pushtet dhe vendosëm për herë të parë në Europë taksën e sheshtë. Të gjithë na panë me mosbesim të madh, me skepticizëm, me xhelozi dhe me lakmi. Por përgjegjësinë e keni vetë, na thanë. Ne nuk u mbështesim. Po pësuot probleme nga kjo, kolaps, jeni përgjegjësiu. Po, thamë, ne jemi përgjegjës, s'kemi nevojë. Çfarë ndodhi? Pas 6 muajsh, ne atë vit patëm një shtim prej 300 milion eurosh në buxhet. Jashtë parashikimit. Dhe ata e panë, fondi që është një alat shumë i mirë i Shqipërisë. E pa që eksperimenti ynë ishte sukses. Dhe ne u thamë, tani ne prap do vazhdojmë. Çfarë do vazhdojmë? Këtë 300 milion do e lam biznesit, do e ulim taksa tjera biznesit. Dhe ja ulem. Dhe prap të ardhat u shtuan. Gjenjen, po të thoshen Edi Rams, gjenjështar shtu asgjë të re. Gjenjen, kur thot se të ardhat ishin aqe. Të ardhat e vërteta reale në 2 mandatet tona u dyfishuan. Të ardhat me gjithë se dyfishuan taksat. Në 3 mandate, në 12 vite të tyre, ende nuk janë dyfishuar plotësisht. Pra me gjithë dyfishim në taksave, që me dyfishim në taksave, në qoftë se ti mblidhje me korrektes, duhet dyfishohesh në qënë mandatën e parë. Me dyfishim në taksave. Jo, as të parin, as të dytin, as të tretin tamam. Po a i jep shifra se çfarë se është i pakt shumë nga ana e njohurive, a i merë euron që kushtonte në atë kohë 138 lek me euron që kushton sot 90 lek dhe bërë spekulime me kurset. Po, nuk keqë dorë.
Dhe një pyetje të fundit, zoti Berisha, ju së bashku me ish kryeministrin socialist para 20 vitesh ndoshta futet një kulturë të re në politikë, atë të debatit publik. Përse kryeministri aktual refuzon ftesën tuaj të vazhdueshme për të përballur në një debat të tillë? Kryeministri aktual ka kodin e mafjes. Është padrino. Se këtë që bën ai në debatin televiziv me ballafaqim e kandidatëve, që ka ndaluar ballafaqim në kandidatëve, me refuzimin nga ana e tij të çdo kontakti me gazetar. Ai sot, ai dhe Kim Jong-un janë të vetmit kryeministër në botë që s'pranojnë asë një pyetje nga asë një gazetar se nuk takohen me ta. I vetëm. Dhe natyrisht vetë nuk pranon të ballafaqohet në studion televizive për programe. Tradit kjo të themi realitetin, e krijuar, e filluar në vitin 1991, kur partia e krimit ishte parti i pune, por vendosën të respektojnë disa rregulla elementare të transparencës. Dhe në atë kohë ballafaqoheshin për programin, për faqësuesit tanë dhe për faqësuesit e partisë punës në televizionin shtetëror, se ishte mjeti vetëm. Kurse sot ai ka ndaluar omerta, kodi i mafjes. Çdo lloj komunikimi. Pra, ai po zbaton haptas kodin e omertas. Dhe është i pashpres. Faleminderit. Faleminderit. Tani jep jo.